po thëmë kushtimisht pa keq kuptime. Islami është rrezik për njerëz të këqij, për njerëz të ligë, për manipulatorët, për mashtruesit, për gënjeshtarët, për hajnet e ndryshëm, për dyftyrësit, për këta Islami është rrezikshëm. Është rrezikshëm. Pse? U aprish planet, u arënën kurthet, i demaskon, andaj është i rrezikshëm. Prandaj edhe luftojnë. Prandaj edhe luftojnë me të madhe. Përndyshe, çka ka të keqe në mësimet e pejgamberit sa për njerin, çka ka të keqe? Me besu Allahun drejt, me dash Zotin që të ka kriju, që ti jesh falendërues ndaj Zotit xhalla xhelalu, ti shfrytëzosh begatit si duhet, ti fitosh me djers, ti jesh i mirë për vendin tënd, kontribut dënës, ti jesh i durueshëm në sprova, falendërues në begati, të kërkosh falje kur të gabon, të ruhesh nga mëkatet, të ruhesh nga padrejtia, të ruhesh nga syfatësia, nga dyftyrësia. Ti ndihmosh atij që nuk ndihmon, ta vizitosh atij që nuk të viziton. Të shtrish gjithmonë dorën e pajtimit, e lidhjes, e unitetit, e bashkëpunimit, e këtu çka ka të keqe? E këtu çka ka problem?